Pingujt bukur muzikor ishin Metallica me këngën e tyre Nothing Else Matter që na sillte rubrika Retro Muzik. Ne jemi në studio me psikologjen klinike Jeni Feruli, me cilët do të flasim sot për një temë që në fakt shqetëson bashkëqendrinë, është folur shumë edhe nëpër media për abuzimin minoren. Ç'kuptohet me abuzimin minoren, sa lloje të abuzimit minoren ka dhe gjithashtu si mund ta parandalojmë në një farë mënyrë apo cila është detyra e kësaj shoqërie në mënyrë të tillë që ta parandalojmë të paktën më aq sa mundemi. Mirëmëngjes, mirë se vjen, është kënaqësi që të kam në studio për të folur për një temë kaq të ndjeshme për shoqërinë dhe besoj të gjithë pak a shumë kanosemi nga një gjë e tillë. Mirëmëngjesi, ju faleminderit shumë që jam pjesë e këtij programit. Në radhë të parë dua t'ju përgëzoj që i lëni nga programi juaj një kohë, domethënë këtyre temave që janë shumë pikante, do thoja, domethënë në shoqërinë tonë. Abuzimi minoren është shumë i prekur sot, të gjithë e dinë, por çfarë është abuzimi minoren? Abuzimi minoren është në disa forma, që normalisht minoren kapet nga fëmijë deri në një moshë 18 vjeç, që ne e dimë domethënë sipas legjislacionit shqiptar. Abuzimi minoren është në disa forma dhe ne i ndajmë në abuzimet minorene emocional, fizik edhe seksual. Kur na dëgjojnë domethënë familjarët ose ata që janë të abuzuar, normalisht preken, është e dhimbshme ta dëgjojmë. Abuzimi emocional nga kush shkaktohet? Ata që shkaktojnë më shumë janë familjarët, që ndodhen këta fëmijë pre e këtyre abuzimeve emocionale. Abuzimi emocional do ndahet në abuzimin e refuzimit, emocional në fazën e refuzimit, kur familja e refuzon krejt fëmijën ta dëgjojë. Dhe në një rast një tjetër ne themi kërkojndjes, i themi me gisht shkon në dhomë për shembull, ose nuk të duhet gjë ty. Që në këto moment edhe kjo është një lloj abuzimi, edhe kjo lloj sjellje është futet normalisht. Është abuzim emocional që prindrit ose kujdestarët nuk e kuptojnë këtë lloj abuzimi. A është e vërtetë që ne kemi dëgjuar më shumë të flitet për abuzimin seksual dhe sikur nuk i kemi vënë rëndësinë e duhur këtyre abuzimeve të tjera? Sigurisht, për shkak të dhe a bëjmë gabim? Është gabim sigurisht, por jo dhe aq gabim sepse japim rëndësi një abuzimi tjetër. Domethënë nuk kanë shkalojmë një abuzim tjetër, por është gabimi sepse ne jepim rëndësi diçka që ndodh, një fenomen i prekshëm. Dhe abuzimi emocional, kush e shçon një abuzim seksual që dua ta lënë në moment të fundit këtë lloj abuzimi, vjen si pasojë e abuzimeve emocionale që mund të degradojnë deri në abuzim seksual që ky fëmijë është i pambrojtur, ky minoren është i pambrojtur. Tek abuzimi emocional që prindrit e përdorin shpesh është edhe injorimi. Ne nuk e vëmë re fare fëmijën që kemi prezent gjatë një debati, gjatë një problemi që ka familja, prindit, të familjarët e vetë, sepse jetojmë në një shoqëri ku jetojnë më shumë se 2 ose 3 familjarë, ndoshta edhe breza në të njëjtën familje, dhe fëmia automatikisht quhet vetë fajtor, që gjithë kjo ndodh për fajin tim, sepse ai është i injoruar nga gjithë biseda, nuk ka një komunikim me fëmijën që pse ka ndodhur kjo gjë, ose të ndodhi jo në praninë të fëmijëve, diçka e tillë. Tek abuzimi emocional mund të futet edhe abuzimi në mënyrën e terrorizmit. Çdo thot terrorizëm se si sillemi neve. Ne si prindër, me fëmijët, i themi që mos bëj këtë, mos bëj atë, por që mos bëjmë këtë, i themi do të ndëshkojmë në këtë mënyrë deri sa ka prindër që i dëgjojmë që thonë do të vras po e bëre. Normalisht kur e dëgjon këtë gjë, ne shokohemi si shoqëri, por përdoret, nuk mund të themi që është diçka e papërdorur. Dhe është një mënyrë tjetër e prindërimit, domethënë të keq menaxhimit emocioneve është izolimi. Ne jemi një familje shqiptare, domethënë traditat tona që papunësia është e lartë. Kemi nëna shumë që rinë gjatë emisioneve, gjatë telenovelave dhe duke qenë imitues të mirë të kulturave të ndryshme, ne shohim mundohen që ta përshfaqin këtë edhe në marrëdhënie me fëmijët e tyre. Për shkak se ne e marrim nga një kulturë huaj dhe ne themi që kjo është më e mira dhe e përdorim shablon tek fëmijët tanë. Mënyra e izolimit unë them se është shumë e keqe, në mënyrën që ti fëmijë i themi nuk do shkosh në shkollë, nuk do shkosh në këtë aktivitet sepse ke bërë këtë gabim. Sa herë kemi dëgjuar që do të mbyll në banjo, e përdorim këtë domethënë shumë prindër, por dëmi që neve i shkaktojmë këtij fëmije, domethënë me këtë reagim, me këtë abuzim emocional. Çfarë ndodh në këto forma të abuzimit e përmbledha pak domethënë në 4 mënyra të abuzimit, që nga refuzimi, injorimi, terrorizimi edhe izolimi, ndodh që këta fëmijë të bëhen të mbyllur në vetvete.
ndodh që këta fëmijë të humbin vetbesimin. Në qoftë se një fëmijë në fazën e vet krijon personalitetin, krijon pavarësinë e tyre, vetbesimin, këtu neve I kemi të shkërmoqura te ky fëmijë dhe këtë kemi pre të një abuzimit fizik, seksual. Dhe sa mund të shfaqet, sa mund të kuptohet, ky fëmijë është zero. Sepse ky fëmijë nuk ka vëmendjen nga kujdestarët e vet, nga familjarët. Dhe sa ta tregoj, ky nuk e tregon as pak, sepse nuk ka vëmendje në familje, normalisht, domethënë vazhdon prej këtyre abuzimeve. Por ndodh që këta fëmijë rriten dhe janë në tregun e shoqërisë, ta përdor këtë term, domethënë më lejoni edhe pse është e rëndë, që të bëhen pjesë, të bëhen vetë abuzues në të ardhmen. Dhe ndonjëherë ne shohim këta fëmijë shumë të edukuar, në thonjza që janë rritur nga familje të edukuara, sepse jashtë statusit tyre është familje perfekte. Si mund të kuptohet një abuzues, por gjithashtu dhe një fëmijë I abuzuar? A ka tipare që... Sigurisht që ka tipare. Sigurisht që ka tipare. Mund të bie në sy dhe mund të dallohet dhe mbase mund të parandalohet? Sigurisht që ka, por që të kuptosh këta duhet të jetë një vëmendje shumë e lartë dhe duhet të jetë një komunikim gjithmonë unë nis nga familja, sepse aty është që nga gjeneza gjerë në zhvillimin e fëmijës. Pastaj dhe edukatorët tanë që janë pastaj edukatorët, mësuesit në momentin e tyre. Abuzuesi si kuptohet? Kemi abuzues të dy ekstremeve, do thoja, abuzues shumë të dashur, që kanë një afeksion shumë të lartë me fëmijën, nga një moment tjetër ne shohim që ky e përkëdhel si shumë, ky bën dhurata, domethënë pa ndonjë shkak, domethënë ky afrimiteti I tepërt, kjo dashuri duhet parë me kujdes. Por jo kushdo që na shikon mund të thotë që xhaxha I vllai motra afrohet dhe ne mund të mendojmë, absolutisht jo, janë dhe faktorë të tjerë. Tek këta abuzues shohim përqendrim jo të lartë. Shohim veprime të dyshimta. Shohim shumë gjëra të cilat nuk janë domethënë në normalen e përditshme, por kemi dhe abuzues të cilat shfaqin në ekstremin tjetër që janë të dhunshëm, kanë shikimin jo të përqendruar, kanë jo kujdes për veten e tyre, këta abuzues janë merë të keqe, të pakuruar, nga këta duhet kemi frikë normalisht sepse janë abuzuesit e dhunshëm, jo këta që e përkëdhelin që duhet të mbrojnë fëmijën. Nga kush duhet ta mbrojmë më shumë fëmijën, do thoja unë, si nga abuzimet, sidomos te abuzimi seksual që doja të ndaloja pak. Përqindja më e madhe është nga familjarët. Është e dhimbshme, por kjo është e vërteta, domethënë, sepse ata që abuzojnë më tepër janë ata që janë afër fëmijëve, janë kujdestarët, prindrit, vllai, motra, domethënë në përqindje të ndryshme, por janë familjarët e tyre. Pastaj janë kujdestarët. Ne kemi fëmijët që I lëmë me babysitter, që themi, ka dalë moda për shkak të karrierës së prindërit, normalisht. Dhe sa të kujdesshëm jemi ne ta kontrollojmë para se ta marrim këtë babysitter apo këtë kujdestar fëmijë tek fëmia jonë ta lëmë. Marrim të dhëna të kuptohet mbase edhe historiku I punës që mund të ketë bërë, mund të ketë pasur. Është shumë I rëndësishëm. Është shumë I rëndësishëm, por ne duhet jemi dhe prezent. Ta kemi në provë, në kuptimin, të jemi prezent. Është e jashtëligjshme, por kanë ndodhur plot raste që e kanë filmuar, sepse kanë parë te fëmia, domethënë ndryshim dhe kanë filmuar që është e paligjshme normalisht, por për të mbrojtur se çfarë ndodh me fëmijën e vet, babysittera ka kaq trajtuar ose kujdestari ka kaq trajtuar në mënyra më të ndryshme fëmijën e vet. Dhe këto janë një parandalim. Një kujdes I veçantë duhet bërë në moshën kur ne fëmijët I çojmë në shkollë, parashkollor apo dhe në shkollë. Zyrën Feruli, kur duhet të fillojmë edhe të flasim fëmijëve apo t'i edukojmë me... Për të mbrojtur. Për të mbrojtur, për të pasur kujdes, kur duhet fillojmë dhe të flasim? Cila është mosha ideale që edhe mund të na kuptojnë, por edhe të mos t'i ngarkojmë base psikologjikisht apo të mos I trëmbim, se kam përshtypjen që dhe mënyra se si duhet t'i flasim duhet të ketë një lloj taktike, në mënyrë të tillë që... Sigurisht që po. Do I ndaja në mosha të përcaktuar dhe mënyrën se si duhet t'u themi. Në rast të parë prindit duhet ta xhornojnë gjithmonë, duhet të lexojnë, duhet të jenë të vëmendshëm dhe si armë kryesore duhet të kenë komunikimin. Nëse komunikimi është në mënyrë sistematike dhe I kujdesshëm, atëherë është një mënyrë e shmangjes, domethënë të parandalimit. Për t'i folur fëmijës, do I ndaja në moshën 1 deri në 3 vjeç. Dikush që do më dëgjojë thotë çfarë do I themi fëmijës 1 deri në 3 vjeç. Në 1 deri në 3 vjeç ne mësojmë fëmijëve ndoshta dhe më shpejt pjesët e trupit. Ku është hunda, goja, veshi, por ne mbetemi në pjesët e dukshme të trupit. Ne duhet të mësojmë se si quhen dhe organet gjinitale, domethënë që fëmia ta di se si quhet. Nga 1 deri në 3 vjeç, domethënë duhet të mësojë të gjitha pjesët e trupit. Kemi nga mosha 3 deri në 5 vjeç. Në moshën 3 deri në 5 vjeç kemi fëmijët në qerë dhe në kopësht, duhet të mësojmë se cilat pjesë duhet të rinë të mbuluara. Pjesët intime që domethënë janë pjesët më abuzive, domethënë që janë pjesët e abuzimit seksual, duhet të kemi kujdes në mënyrën dhe si t'ja themi që këto pjesë duhet të qëndrojnë të mbuluara, por jo me frikë, jo për një arsye, por sepse për një edukim, për kulturë, ato pjesë mbulohen dhe nuk duhet I preki kush.
domethënë ato pjesë. Është morë 3 deri në 5 vjeç. Në moshën 5 deri në 8 vjeç përsëri ndajnë këto, duhet i themi që është turp ta prekësh dikush tjetër. Domethënë ajo pjesë është e mbrojtur, domethënë nga personi i tretë. A ka raste kur mbas edhe për mungesë informacioni prindrit janë ata vetë që i ekspozojnë pa dashur fëmijët e tyre, sepse ne si shoqëri nuk e kemi shumë kulturë që të paktën në plazh fëmijët në një moshë të caktuar i lëm të zhveshur. Në radhë parë është jo e këndshme për syrin tonë. Absolutisht, por që është jo e këndshme. Një hap drejt një abuzimi gjithmonë pa dashur. Ne i ekspozojmë vetë, po, është një ekspozim vetë, kjo vjen për shkak të ignorancës. Ose ne edhe kur vetë quhemi, domethënë, shumë modern, që se kam problem. Por çfarë bën ti me këtë fëmijë? Në momentin që ti ekspozon këtë fëmijë, ti nuk i vendos atij një kufi se cila është zona që nuk duhet tregohet. Ndaj janë të mbuluara, nuk duhet tregohet. Dhe kemi fëmijë në moshën 3-5 vjeç apo 10 vjeç që ne i lëm, domethënë, ne dua të përdor fjalën e prindër që mos drejtoj gishtin, domethënë, ndaj të tretëve. Dhe kjo është ajo që është dhe e bezdisur për syrin e të tjerëve, por dhe ne nuk dimë se shoqëri kemi rreth e rrotull. Ne kemi prej të gatshme për dikë tjetër atë fëmijë. Mjafton, abuzim seksual nuk do të thotë vetëm direkt prekje seksuale. Abuzim seksual është edhe pamja që një fëmijë, një minoren mund të shohë organet gjinitale të dikujt tjetër, ose dikush ta detyrojë ti prekje ato. Nuk është sepse kur dëgjoj fjalën abuzim seksual kuptojnë vetëm momentin seksual të tyre të shumicës së shoqërisë tonë normalisht, por abuzim seksual janë këto. Janë abuzime seksuale nga rrjetet sociale. Sa i hapur është abuzimi seksual me që se preke në rrjetet sociale dhe a ka filluar tani që të kthehet në një risk për fëmijët, për shoqërinë? Ka kohë që ka filluar. Dhe është meritje më të shpeshta nga sa ne mund ta mendojmë. Ne kemi përdorues të rrjeteve sociale, siç janë Facebook, Twitter, por dhe nuk është i kontrolluar se kush i hap këto rrjete sociale. Nuk është i kontrolluar ky fëmijë se çfarë përdor në kompjuterin e vet, në celularin e vet, në shoqërinë tonë moderne do ta ashtu quajt, kur prindi do ta lër fëmijën sepse ka një punë i jep celularin, ndoshta i blinde më të shtrenjtin. Do të gabim të gjithë neve si prindër në këtë gjë. Por a e kontrollojmë dot ne se çfarë shikon ky fëmijë në këtë celular, në këtë kompjuter, në këtë rrjet social? A mundemi ne të jemi kontrollues të këtyre rrjeteve sociale? Në këto rrjete sociale ndodhin mesazhet, fotot e ndryshme sepse janë fëmijë. Kur flasim në fëmijë minore, normalisht zhvillimi i tyre nuk është maksimal dhe gabojnë. Atëherë janë pre e shantazhit apo abuzuesve, pedofilëve e shumë të tjerë që i shantazhojnë me fotografi të ndryshme dhe këta ngelen pre e tyre. Prindrit, unë marrë shkak nga ish ambasadori Sekui në Shqipëri, tha, prindrit duhet jenë kontrollues të fëmijëve. E kishte domethënë me një term me vërtet urdhërues, sepse ne themi ndonjëherë si prindër që jo është privatësi e tyre. Nuk ka privatësi fëmija në këtë aspekt kur unë e përdor për të mbrojtur fëmijën. Në momentin që unë nuk kam si e kufizoj për ta parë internetin, për të futur ai, domethënë nuk e kufizoj të 100%, atëherë duhet të jem një kontrollues i mirë, por jo kontrollues abuzues ndaj tij, i kujdesshëm që dhe fëmia të mos ndjehet në momentin që të parandalojmë këto rreziqe, domethënë edhe abuzime ndaj të tretëve, rrjetet sociale. Është shumë i përhapur dhe këtu duhet vendoset pika, domethënë dhe zëri duhet ngritur akoma më shumë. Cili është trajtimi më saktë që merr një fëmijë pasi tregon apo rezulton se është i abuzuar? Është një çështje. Ku duhet të drejtohen prindrit? Cilat janë mbas edhe ato shenja dalluese që e bëjnë prindrit të jenë më vigjilent kundrejt fëmijës së tyre? Po, fëmija kuptohet. Nëse një prind është i kujdesshëm dhe është në mënyrë sistematike, siç e thash dhe pak më parë, në komunikim, në zhvillimin e fëmijës, atëherë kuptohet. Kemi fëmijë nëse ka ndodhur abuzimi i formave të ndryshme, kuptohet mbyllja e tij ose agresiviteti i shumë. Ndodh rënja në mësime ose mos shkuarja në shkollë. Ndodh që kur bëhet një bisedë për terma temë seksuale, ose ata janë shumë të interesuar, ose ata turpërohen. Domethënë janë të dyja ekstremet, nuk është vetëm një ekstrem i këtyre fëmijëve. Janë fëmijë që kanë vështirësi të ulen, duhet ta kuptojmë çfarë arsye ka, domethënë, është gjithmonë ai kujdesi. Ka pastaj simptoma të ndryshme dhe somatike, përveç se psikologjike që janë shumë të thella. Në momentin që prindi i vëre këto ndryshimet e fëmija, këto probleme, atëherë rreth të parë duhet të ulet të flasim me fëmijën, komunikimi drejt për prindi apo kujdestari, sepse mund të ndodhi që kemi edhe prindin abuzues. Mund të ndodhi që nëna për shkak të njërës apo të nuk mund të denocojë të dashortin e vet, për shkak se ai mund të jetë dhunues, për shkak të mentalitetit, për shkak të moralit, të ashtu quajtur moral në shoqërinë tonë që na pengon me gjithë të zhvillim, duhet të flasim me fëmijën e vet. Në momentin ne mund të jemi të zemëruar pas këtij fenomeni, domethënë pas që marrim vesh të fenomen dhe nuk duhet t'ia tregojmë fëmijës si ne jemi të zemëruar me fëmijën, por jemi të zemëruar me faktin çka i ka ndodhur fëmijës së tyre, që t'i japim sigurinë dhe ai të flasi.
Momenti i dytë, sepse ndodhë që t'i denoncojmë, nuk është ky momenti i parë ta denoncojmë. Unë jam gjithmonë të flit me fëmijën, pastaj me sociologun, psikologun përkatës dhe me mjekun që të bëhet kontrolli, sepse janë momentet më emergjente për të parë fëmija, zhvillimi i trurit apo dhe zhvillimi probleme që mund të kenë ndodhur në fizikun e vet. Momenti i fundit them që duhet denoncuar. Askush nuk duhet të shpëtoj dhe kush merr guximin ta denoncoj agresorin, qoftë babai, vllai, motra, kush do qoftë, domethënë, nuk besoj se ngelet jashtë dënimit ose jashtë masës që është e përcaktuar me ligj. Të gjithë janë të mbrojtur, me thënë të hiqja justifikimi që nuk ka shtet ose nuk ka ligje ndonjëherë themi ne për të justifikuar. Ka gjithmonë, por ta leja në momentin e katërt, në fazën e katërt, këtë në fillim të trajtojë vetë fëmia, por që është një kohë relativisht e shkurtër, është të njëjtën kohë, por që janë me faza. Sigurisht që duhet të folur. A ka studime që mbase tregojnë apo a jeni në dieni të moshës që është më e riskuar të fëmijëve pra që janë të abuzuar? Cila moshë është më Flasim për abuzimin seksual me po, cila moshë ka më shumë risk dhe gjithashtu çfarë tregojnë këto studime? Ka studime tjera që tregojnë se situata është përkeqësuar apo ka filluar mbase dhe të sensibilizohet deri diku shoqëria dhe të hapet pak më shumë Nuk doja të traumatizoja shoqërinë që të them nuk është marrë masa, sigurisht që merren masat normalisht me kohën, me proceset, sigurisht që janë sensibilizimi, por problemi është sepse procesi nuk është i plot, për shkak se mungojnë hallka në këtë zinxhir të procesit. Kemi vërtet organizata, kemi Komisionin e Këshillimit për mbrojtjen e fëmijëve, normalisht që kemi misione të tilla të cilat janë sensibilizuese, nëse një prind dëgjon emisione të tilla her pas here, sensibilizohet. Nuk ka nevojë ta lexoj librin, por e merr mesazhin. Këto janë masat, por për shkak se nuk funksionon një sistem zinxhir, që është në radhë të parë familja, edukimi, shkollimi, këto qendra sociale, deri tek ligjet e tjera, atëherë nuk kemi një sistem të plot. Nuk është i coptuar si sistem. Por në momentin që këto funksionojnë dhe veç e veç, atëherë kemi sensibilizim. Ishte pyetja që cila është mosha më e riskjuar. Është e ndryshme. Nëse kemi abuzime të moshës minorene, që flasim futen abuzuesit quhen pedofil sot, dhe në mosha më të mëdhenj, por në moshat e vogla kemi abuzime me prekje, me fotografi, me skena, jo abuzime seksual në veprimin e tyre, por të formave të ndryshme. Kemi abuzimet në një moshë relativisht te puberteti. Kjo do ta futja më të riskjuar dhe më të pambrojtur. Këtu fëmia është në një dilemë, nëse ndodh abuzimi në rreshtin familjar, dhe është në dilemë, thot, ta denoncoj, por ky ka dëmshuri për mua, ky është familjari im, nuk e di se nëse është abuzim apo nëse nuk është abuzim. Në këtë moshën e pubertetit, them që është më e riskjuar. Në një moshë të adoleshencës, deri në 18 vjeç, do thoja, është me një vetdije mund të parandalohet, mund të thuhet. Logjika e tyre thotë që stop, domethënë, ka më frenim, por gjithmonë mbetet fëmijë, mbetet i pambrojtur. Një këshill që mbase do t'u jepje të gjithë prindërve që janë duke të ndjekur në këto momente, për sa i përket parandalimit që mund të bëjnë apo mënyrës se si mund t'i edukojnë fëmijët e tyre. Kushtojeni sa më shumë kohë fëmijëve tuaj, komunikimin përdoreni si armën më të fortë. Mos sa na shkaloni asgjë, mos sa na shkaloni asgjë, dhe një të qarë më tepër, dhe një të qeshur më tepër, dhe një gest, domethënë, kuptojeni pse e bën. Kuptojeni fëmijën tuaj. Zonja Feruli, të falenderoj që ishe këtu me ne, bisedë shumë e këndshme kjo dhe uroj shumë që të kemi ardhur në ndihmë të gjithë atyre që na kanë ndjekur, por që mbase kanë pasur pak më shumë nevojë për të ditur rreth kësaj teme. Sigurisht që nuk ka fund dhe mund të diskutojmë pafundësisht për këtë, por premtoj që tema të tilla do i prekim sërish në mirësi. Ju falenderoj shumë. Falenderoj dhe punë të mbar. Faleminderit. Do të ndahemi për pak çaste nga studio për të pritur një tjetër të ftuar me një tjetër temë shumë interesante.